Tre avokat, mes të cilëve dy britanik, Ben Bradon dhe Celia Marr, kanë takuar këtë të martë Erion Velia në ambientet e IEVP-s në Durrës. Takimi u bë i mundur vetëm sot pas miratimit dhe autorizimit nga ana e SPAK-ut. Sipas avokatit Ben Bradon, ky ishte kontakti i tyre i parë me klientin ku u bë një rezume të gjithë procesit ligjor. Mbrojtja bëri me dije se do të drejtohet gjykatës së Strasburgut për të kundërshtuar masën e sigurisë arrest në burg, me qëllim caktimin e një mase më të butë që do t'i mundsonte atij vazhdimin e detyrës si kryetar i Bashkisë së Tiranës. Për këtë çështje është angazhuar edhe një studio ligjore amerikane, avokatët e së cilës flasin ende për autorizimin e SPAK-ut për të realizuar takimin. Nga ana e tij, avokati Clarent Ndreca konfirmoi vendimin për dërgimin e dosjes në Strasburg dhe shprehu pritshmëritë që edhe avokatët amerikanë të marrin së shpejti lejen për kontakt.